Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bëni gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu sikundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo mas apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Kjo do të ishte deklarata e kryeministrit Edi Rama, i cili tashmë ka zyrtarizuar ndryshimet ligjore që kërkohen, i mbështetur nga grupi parlamentar i partisë që ai drejton. Megjithatë, debati publik tashmë është ndezur me faktorë të cilët ndahen pro dhe kundër këtyre ndryshimeve ligjore, që në shumicën e rasteve janë cilësuar si një tentativë e pushtetit për të goditur apo penguar drejtësinë. Por sigurisht vëmendja e politikës dhe qytetarëve shqiptar drejtohet nga faktorët ndërkombëtar, të cilët janë promovuesi dhe mbështetësit kryesor të reformës në drejtësi, prej nga ku buruan dhe ligjet të cilat tashmë kërkohet të ndryshohen. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë duke mbajtur një pozicion diplomatik më të rezervuar në raport me politikën tonë të brendshme, më të drejt për drejt po tregojnë evropianët, të cilët kanë thyer barrierat burokratike të përgjigjeve në interes të shqiptarëve. Reagimi i fundit për këto ndryshime ligjore vjen nga Komisioni Evropian, për të dytën herë, pas reagimit për imunitetin e Belinda Ballukut. Ja çfarë thuhet në reagimin e tyre. Bashkimi Evropian po ndjek nga afër amendamentin e kodit të procedurës penale të paraqitur më 16 shkurt. BE monitoron dhe vlerëson çdo nismë legjislative që lidhet me gjyqësorin në të gjitha vendet kandidate, përfshirë Shqipërinë. Këto nisma pritet të jenë në përputhje me akuis të Bashkimit Evropian dhe standardet evropiane. Kjo përfshin gjithashtu zbatimin e reformës në drejtësi të vitit 2016 në kuadër të negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Sundimi i ligjit dhe pavarësia, llogaridhënia dhe efikasiteti i sistemit gjyqësor në Shqipëri janë elemente thelbësore të procesit të zgjerimit të BE-s. Retorika që nxit mosbesimi publik ndaj gjyqësorit dhe ndaj pavarësisë, pashmërisë dhe integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial është kundërproduktive. Siç është tekstuar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë që të trajtojë pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është me rëndësi thelbësore për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ta nisim bashkë, me qenë se u kam në lidhje, si e lexoni të reagim të Komisionit Evropian, i përshtatet, le të themi, i shkon për krah ndryshimeve ligjore apo vendos kufit e tij? Jo, thjesht ka ngacmuar pak, domethënë, sedrën tonë dhe thjesht domethënë po tenton domethënë të lëvizin sa të pak ujërat, duke reaguar ndoshta ose duke i sjellë ndërmend kryeministrit që do duhet të pyetet dhe Komiteti Evropian, duke qenë se Shqipëria ka ndërmarrë iniciativa të mëdha ligjore për të përshtatur të gjithë legjislacionin me qëllim domethënë që në vitin 2030, sikur ka prezumuar kryeministri, ne vetë jemi pjesë integrale e Europës në Bashkimin Evropian. Por është një qasje shumë e vakët për mendimin tim. Thjesht një trokitje në derë, por le të themi ajo shkundja që ne do duhet të presim nga Bashkimi Evropian. Po do duhet të ketë shkundje patjetër avokat? Qofse Bashkimi Evropian, këta burokratët e Bashkimit Evropian më së shumti këtu apo atje në Bruksel, duan me patjetër që Shqipëria dhe shqiptarët realisht të kenë një parafrim total të legjislacionit dhe një shtetës së drejtës sikundër e ka gjithë Europa, përderisa ata kanë shprehur dëshirën që Shqipëria të ketë pjesë e Europës brenda një harku kohor të shkurtër. Nëse na shikojnë në këtë lloj mënyre dhe e kanë të sinqertë testën e tyre, minimum duhet i vënë fre arbitraritetit të kësaj qeverisje, e cila në të gjitha rastet kur drejtësia shkon
tek tera e kryeministrit apo tera e një kryebashkiaku të rëndësishëm apo gjithkund tjetër, mundohen domethënë me të gjitha artificat e mundshme për të ndryshuar ligje, për të ndryshuar rregullat e lojës me qëllim domethënë që të rrinë në pushtet. Nuk e ka bërë vetëm këtë herë, kjo është e disata herë, po të kujtosh edhe në vitin në korrigun e vitit 2020 u ndryshua në mënyrë të beft kodi zgjedhor aso kohë duke u hequr koalicionet. Po ta shikoni dhe aso kohë konfirmos tek ambasada amerikane. As Bashkimi Evropian, as ambasada amerikane, edhe pse ai kodi atëri i vitit 2020 ishte firmosur në oborrin e ambasadës amerikane në 5 qershorin e 2020-s, kur u ndryshua nga Edi Rama në korrik, pra një muaj më vonë, askush nuk foli, thuhet domethënë se e legjitimua le të themi vjedhjen ose ndryshimet që Edi Rama tentoi të bënte aso kohë. E njëjta gjë edhe më vonë me ndryshimet në kodin në ligjet organike të drejtësisë, në komisionin Xhafa, në shumë ligje tjera, në 2020-24 po të duash, e njëjta histori po vazhdon edhe tani me ndryshimin e nenit të 242 kodit procedurës penale, i cili normon një histori. Edi Rama e ka veshur me një lloj politike të mbrapsht, po themu, sepse ka futur aty brenda dhe kreun dhe institucionin e presidentit, KLSH-n, edhe institucionet të tjera, por atë gjë e ka bërë thjesht për të kamufluar institucionin e kryeministrit dhe të ministrit. Duke se kishin harruar dhe institucionin e Niko Peleshit, ta kishin futur Nikon aty, nuk do të kishte bërë keq mund ditës. Kryetari i kuvendit. Po mirë, se kryetari i kuvendit është zëvendësuesi presidentit në raste. Pse nuk bën kryetari i kuvendit korrupsion, a? Pra, unë nuk duhet të rikthehem edhe një herë asaj që kam thënë më përpara, tek kjo media apo dhe në media të tjera, ministrat për mendimin tim, kryeministri për mendimin, qeveria në të rësinë e vet, janë në punës publik administrativ, që jo domosdoshmërisht duhet me patjetër të kenë deputet. Pra është një gjë kur ti merr votën e zgjedhësit dhe e shkon dhe e përfaqëson zgjedhësin në kuvend, pra teorikisht dhe praktikisht do duhet të kesh një lloj qasje dhe një lloj imuniteti, sepse je zgjedhur nga votuesi, dhe është një gjë komplet tjetër kur ti shkon dhe merr një detyrë në një ministri. Ministri është sot rri një muaj, 5 muaj, një vit a 5 vjet dhe largohet, kurse deputeti e ka me afat. Ministri është ai që mua më buxheton të gjitha paratë e xhepit tim, të familjes time. Nuk është deputeti, është ministri ai që menaxhon paratë e shqiptarëve. Dhe i menaxhon mirë apo i menaxhon keq, është ai ministri që do duhet pastaj të përgjigjet përpara ligjit dhe përpara nesh. Nuk përgjigjet deputeti. Për këtë arsye ministri nuk mund të ketë imunitet më tepër se sa deputeti, sepse po i vishet një imunitet më tepër se sa deputeti. Pra, ai ishte nëpërmjet nenit 103.3, ministri ka pasur imunitetin si të deputetit. Pra që nuk i kontrollohet banesa pa leje, nuk mund të arrestohet apo të vihet në masa të tjera represive pa marrë lejen e parlamentit. Por jo ama të arrihet deri në pikën sa që as të mos pezullohet, as të mos hetohet lirshëm, pasi nuk ka kuptim fare që unë të hetoj ty andi për punën që ti bën si gazetar dhe në ndërkohë të lejoj ty që ta bësh atë punën e gazetarit. Çfarë hetimi mund të bëj unë atëherë në rastin konkret? Ne i qartë avokat. Faleminderit. Zhdima. Vjojmë së bashku sa e prek punën e SPAK në thelb këto ndryshime ligjore, e cënojnë? Së pari duhet bëjmë një ndarje, drejtësia e zotit Rama apo drejtësia që qytetarët shqiptar presin nga kjo drejtësi reformuar. Ka një diferencë njëra me tjetrën. Në rast se do të flasim për ndryshimet, çfarë ndryshimi konkretisht? Një draft i cili për mendimin tim ende është i papjekur juridikisht, por e mirë menduar politikisht për vetë mbrojtje, nënkupton që ai që don të mbrohet edhe nga drejtësia e tij, që kjo është kontradiktore, është zoti Rama. Sepse unë, duke u futur tek kuvendi i Shqipërisë, gjeta draftin dhe pikrisht tek drafti thuhet. Më thuaj, e kam këtu, më thuaj çfarë do të lexoj? Çfarë do të lexoj shkurtimisht? Cilën do nga ato? Presidentit të Republikës, avokat të popullit, kryeministrit të zëvendës kryeministrit, ministrave, antarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe kryetarit kontrollit të lartë shtetit, po. Në rast se i referohemi kushtetutës, neni 128,
në rast se ndaj një gjyqtari të gjykatës kushtetuese vendoset një masë sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, i vetmi organ që pezullon funksionalitetin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese është vetëm gjykata kushtetuese e cila del me vendim. Tani, ky nen këtu, i cili i referohet ligjvëndësi, pra në kuptimin propozuesi legjislativ që është Partia Socialiste, e kanë hapur kushtetutën apo kjo është kushtetut tjetër edhe ajo që kanë në mendjen e tyre është kushtetut tjetër? Thjeshtoj pak për publikun. Mënyra se si po kërkon të bën ndryshime ligjore ka gabime ligjore? Ka gabime ligjore sepse ti nuk mundet të thuash që ky nen nuk përfshin antar në gjykatës kushtetuese, kur ndërkohë neni 128 edhe kolegut më korrigjoj, thot qartë as në rast se gjykatësi i gjykatës kushtetuese është në masë sigurie ose është marrë i pandehur për kryen e një krimi me dashje, ose fillon masë disiplinore ndaj tij sipas ligjit, i vetmi organ që ka kompetencë të pezullojë antarin e gjykatës kushtetuese është vetë gjykata kushtetuese sipas nenit 128 të kushtetutës. Po më thuaj që ndryshim, më shpjego më analizoj. Pse duhet vendosësh antarët e gjykatës kushtetuese tek neni 200 tek neni 242 të propozuar. Po, pra, sepse do më thënë... Kjo do të thotë që ju tani keni lexuar kushtetutën, apo thjesht merrni një referencë dhe vendosim aty që të heqim të gjithë këta në fund fare dhe të mbetet në fund fare kryeministri, sepse i vetmi që mbetet tek ai ndryshim është kryeministri, antarët e Këshillit të Ministrave që janë ministrat dhe zëvendësministra. Jo, zëvendësministrat nuk ka vendosur. Zëvendësministri, okay, dhe ministrat. Do të vendosi edhe zëvendësministrat për mendimin tim. Pastaj në rast se shkojmë tek neni 92 të kushtetutës, vetëm mos ma bëj shumë me nëse nuk e kuptoj. Jo, 90 të kushtetutës, po s'ka problem, do ta kuptojmë se të gjithë duhet të njohim ligjin. Po thjeshtohet. Mirë, se pastaj shkojmë te burgu kot. Pastaj thot presidenti kur bën shkelje të rënda kushtetuese apo një krim të rënd. Atë do të shkarkohet. Po prap duhet kaloj ashtu siç e parashikon vetë kushtetuta. Pra, këtu kemi dy gjëra të rëndësishme. Po më thua që ka bërë gabim logjik kur në ndryshimin ligjor. Nuk kanë lexuar nuk kanë lexuar se në 128 ka lexuar gabim do bësh. Çlidhje vendos antarë të gjykatës kushtetuese. Kur ato i pezullon vetëm kushtetuesja. Po i vendos vetëm kushtetuesja. Pra, si të më thuash ti tani, unë do pezulloj një gjyqtar, ku ndërkohë ka vetë kushtetuta që ja jep në mënyrë taksative Këshillit të Lartë Gjyqësor të pezulloj gjyqtarin ku ka të bëjë në këto të tre shkelje. Gabimi i qëllimshëm? Unë besoj se është diçka e pa lexuar. Mendoj personi që ka bërë draftin nuk ka lexuar kushtetutën. Është bërë nga nxitimi. Tani nga nxitimi për të mbuluar zotin Rama, sepse i vetmi që duhet të mbrohet është vetëm zoti Rama, nga drejtësia e tij, sepse edhe një herë ju them, kur të flasim për drejtësinë duhet flasim ashtu siç e percepton kryeministri Rama. Jo drejtësinë që duhet jetë ajo imagjinare, një drejtësi e pavarur, pa anshme, pa ndikuar. Korrupsioni mund bëj avokati i popullit, që mund të kërkojë në moment drejtësia pezullimin. Pse dia do bëj korrupsion apo jo? Jo, ç'mund të bëj? Ai është person, subjekt që mund të kontrollohet, që mund të bëjë ndonjë korrupsion. Tani do të them si bëhet korrupsion. Jo, përkundër, pra mund të bëj korrupsion avokati. Edhe avokati, po edhe antar, edhe kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, dhe gjithë këta mund të bëjnë, por puna nuk është këtu, puna është tek funksioni. Pra, Rama thot funksioni i kryeministrit, jo vetë individi. Ndërsa kur e ndryshon topin thot tek individi. Pra, loja do luhet këtu midis individit dhe funksionit. Dhe këtu ti nis shikon funksionet e, nuk shikon individ. Funksionet pra. Funksionet presidenti, kryeministri, avokati. Bravo, janë funksionet. Po këto vet kushtetuta i ka të mbrojtura. Pra Rama çfarë kërkon të bëjë? Po ja, po rezultoi që pra thot Rama, në rast se marr një trafikant dhe vendos ministër, nuk ka pse të më marrë mua prokuroria apo gjykata dhe të më kërkoj pezullimin e funksionit të tij. Shiko, pra, ka bëj pyetje ndryshe se kam pyetje juridike. Përse s'pak do duhet merret me çështjet administrative të kësaj natyre, si pezullimi apo mos pezullimi e të tjera me radhë, kur fare mirë mund të qëndroj tek hetimi në thelbin e gjithë gjës dhe kërkesa për masa sigurie, le të miratoj apo mos miratoj gjykata, pra merru në thelb me hetimin mos i hyrë këtyre. Pse do duhet spaku ta bëj? Zoti Prençi ka bërë lojë politike në tetor duke e marrë të pandehur zonjën Balluku. Prokurori që po heton, Dritan Prençi. Po, ai bëri politik. Që të jemi në këtë situatë ne duke komentuar ndryshimin e nenit 242. Pasi e mori të pandehur, pastaj kërkoi masë sigurie për të ndaluar për të dalë jashtë shtetit dhe masën tjetër pezullimin nga detyra. Po. Pasi e pa që gjykata kushtetuese e mori në shqyrtim,
pastaj paraqiti kërkesën për arrest. Tani, lind pyetje e thjesht, pse për Metën edhe për Berishën masa ekstreme, njërin arrest në burg, tjetrin arrest në shtëpi, dhe ndërkohë për këtë që bë kanami me provat, i bë ka politik. Pra, i bën një politik për të ndihmuar zotin Rama, sepse një prokuror nuk mund të futet në kompetencën e kryeministrit duke bërë politik, jo pezullë e këte, o jo kjo nuk është flagrancë ose kjo është në procedim penal. Pra, Prençi ka luajtur politikisht duke bërë Ramën faktorin kryesor që ne po diskutojmë sot. Nard, të lutem, ma analizo dhe pak këtë çështje që po trajtoja me Gylsenin, me zhlimën. Përse hyn në çështje administrative? Përse nuk merret në thelb me hetimin dhe goditja e parë apo veprimi i parë që duhet bënte prokurori kësaj çështje ishte të shkonte për heqjen e imunitetit për arrestim? Përse prodhoi të gjithë të loj politike që sot duket sikur kryeministri ka kthyer në favorin e tij? Atëherë, ta sqarojmë dy gjëra shumë të rëndësishme. Patjetër. Zhlima u morën me pjesën le të themi konceptuale, procedurale dhe nuk po dua të i heq as i presë asaj dhe nuk po futem të bëri përsëritje. Ne harrojmë një gjë. Organi i akuzës në momentin kur nis një hetim, gjëja e parë fare tenton domethënë që hetimi për të cilën ai është duke bërë si organ ta arrijë domethënë me aq sa është e mundur që ta ngrijë, ta neutralizoj tërësisht subjektin. Pra domethënë të krijojë disa masa të cilat domethënë të mos bëjnë domethënë të mundur që personi për të cilin po hetohet të prish prova, të largohet, apo të bëjë çfarë do lloj gjëje për të cilën domethënë mundet dhe pastaj hetimi të degenerojë në hiç gjë, le të themi. Për këtë arsye, ligji vënsi jo sot jo dje, po për vite me radhë ose po duhesh edhe për dekada, ka marrë për bazë masat e sigurimit personal. Për të cilat neve kemi diskutuar me miliona herë dhe kemi thënë domethënë që në Shqipëri janë represive, por duhet të kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme, sepse nuk merret shablon kjo ideja masat represive. Këtu masat represive janë për ty dhe për mua si qytetar. Masat represive këtu nuk janë për ata të cilët janë le të themi në krye të shtetit, po themi, ose agallarët. Për të thënë atë shprehjen e famshme të Orwellit, ka kafshë domethënë që kanë një status të veçantë, ka edhe ca kafshë të tjera që janë çik më lase këto kafshët. Në tërësinë vetë kafshë janë ato. Sa të tjera më të barabartë se të tjerët. Trajtohen në mënyra të ndryshme. Pra, neve kur themi për masat e sigurimit personal, unë nuk e kam këtu idenë domethënë që ato që proklamon tani sfundmi, se më përpara nuk e thoshte, e mbushur Shqipëria me të parë burgosur, burgur. Të parë burgosë vërtet ka shumë, por janë gjynafçarët më. Nuk janë këta një sekond. Mund të më thuash raportin e SPAK-ut si ma shpjegoj që ta kuptojnë. Desha ta them këtë për një arsye vetëm për që të krijohen teleshikuesit të shikojnë domethënë se përse kam një qasje ndryshe kur vin puna tek le të themi njerëzit e veshur me pushtet. Unë personalisht, çdo person i cili është në një pozicion në detyrën për të cilën ai është përkatës, drejtor apo ministër, minimalisht do të kërkoja arrest shtëpie, minimalisht. Sepse unë gjykoj që është më i rrezikshëm politikani apo ai nënpunësi i veshur me pushtet se sa një kriminal që merret gjithë ditë nga mjesi deri në darkë me drogë dhe me gjithçka tjetër, veprimtari kriminale. Ky politikani, për mua, është 10 herë më i rrezikshëm dhe më kriminal se kriminali. Pra, po e parifrazoj, midis Shullazit, që është sot akoma në burg dhe pret dënimin punë e tij se çfarë, dhe Belinda Balluku për mua është 10 fish më e rrezikshme Belinda Balluku se sa Shullazi. Dhe i qartë. Po bëj thjesht krahasimi për të kuptuar, jo për të marrë në personazhet, që mos keq kuptuar. Dhe i qartë. Dhe rasti konkret, organi i akuzës nuk është se po bën lojë politike. Organi i akuzës ka kërkuar në një mënyrë apo në një tjetër që hetimin ndaj zonjës Balluku ta ketë sa më të siguruar. Dhe çfarë ka bërë? Ka thënë, minimalisht unë dua të pezulluar këtë zonjë dhe kjo është gjëja më minimale në botë. Madje dua të shtoj diçka këtu andi. Në Europën perëndimore, në Italinë, Francë, në Angli, kudo, kur ndodhin raste të tilla që nuk parandodhin shumë, po kur ndodhin, organi i akuzës shkon dhe bën dhe marrëveshjen me personin në hetim. Të tipit për shembull,
unë do vi, ose me kryeministrin, do mani mas arrestin ndaj teje, por që me qëllim domethënë që të të ruaj dhe nderin dhe personalitetin si person, atëherë pres nga ty që ti moralisht t'i japësh dorëheqjen. Kjo ndodh në botën perëndimore. Pra kjo ndodh në Itali, në Francë, në Gjermani. Mos i topin për metët, mos i topin për metët. Ti mendon sikur je në Zvicër, jeton në Suedi. Po tani, po le krahasimin tani, mos e këtu morali ka ikur që në 2013 sa më morën pushtetin. Jo më për arrestimin e Metos. Ka po të ketë moral. Jo, po nuk ka lidhje arrestimi i Metos. Ja ta them prapë. Morali arrestimi i Metos nuk ka fare lidhje sepse gjithë mënyra se si u bë arrestimi i presidentit Meta është për të marrë domethënë në shembull global. Po thua ta themi. Unë nuk po merrem tek arrestimi i zotit Meta. As tek rasti konkret. Tek marrëveshja arrestimit personazheve publik. Unë po them përse ajo çfarë ka bërë Spaku, për mendimin tim, është krejt normale. Okej. Është legjitime, okej. Jo, nuk është legjitime sepse e para, Spaku nuk mund të bëjë moral për sa i përket të masës së pezullimit të një funksionarit publik, siç është zonja Balluku, duke imponuar kryeministrit që ai të bëjë dyshim. Ishte qenë legjitime, nuk kërkonte ndryshime ligjore. Pra ishte e lishme dhe po përpiqemi ta bëjmë të palishme. Kolegu e tij mendon sikur jeton në Suedi apo në Zvicër. Unë duhet t'i them që jetojmë në Shqipëri. Ne kemi mentalitetin ton këtu, zoti Rama ka mentalitet këtu, pavarësisht se është edhe edukuar pak jo shumë në Francë. Por ajo që unë dua të them tek ju është kjo. Zoti Rama ka dalë sot nga drejtësia në kontradikt veten e tij, sepse ai në deklarimin që ka bërë gjithë kësaj kohë, pra nga 2022 deri më sot ka thënë, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bëhet avokat i askujt. PS-ja nuk është zyrë avokatie. Rama këtë ka përsëritur jo vetëm për individ të cilët kanë një nivel të ulët politik, por e ka thënë për ministër, deputet apo zyrtar që përballet personalisht me ligjin. Përse ndryshoi pra, nëse ka thënë këtë? Përgjegjësia është individuale, jo partijake. Po, handarda mbrapa shpinës. Edhe këtë e ka shprehur. Edhe pjesën tjetër, për sa i përket prezumimit të pafajësisë, ai nuk e ka përmendur në asnjë moment ndaj atyre të cilët ka bashkëpunuar. Zoti Tahiri, zoti Ahmetaj, zoti Dako, zoti Beqaj, zoti Veliaj. Tek rasti Veliaj thjesht u detyruar nga faktorë dhe nga rrethana të ndryshme të flasi për prezumimin e pafajësisë. Tani kolegu tha dhe diçka tjetër. Burg. Po, Rama ka thënë burg. Ndërton ti, vjen policia direkt rras në burg. Aksidenton ti, policia direkt të fut në burg. Pse? Se kjo është fryma e krijuar nga lart për tek poshtë. Po kërkon të ndryshoj. Pra, jo, një sekond, nuk po flasim këtu të ndryshojmë masën e sigurisë në konceptin e sajt. Por, zotëri, ne nuk mund të fusim në burg çfarë do lloj vepre penale të kemi. E pat ju, parakalimi 2 fish është burg, maksimumi është burg, kundërkohë ti ke një interes publik, çfarë? Të edukosh shoqërinë, të bësh politika sociale dhe jo të bësh burg, sepse pjesa e burgut është gjë e rëndë. Dhe tani ku shkojmë pak më lart, do të thotë, ti duhet të bësh një krahasim të vogël. Çfarë? Ai person që është zyrtar publik, zotëri, duhet në rast se ti ke provë që ai po merr provat, pra po azjeson, po vret, po bë çfarë do të qefi, ti nuk merr masa të tilla morali. Ti merr masën më të drastike, çfarë? Arrestim në shtëpi. Pse e bën këtë? Sepse ti ke fut ndërkohë në burg Sali Berishën, ke futi në burg Ilir Metën, ke fut Erion Velin në burg, ke fut Beqaj në burg. Më falë zotëri, kësaj pse po i bën parat mode duke shkuar në burg? Po jo është grua, jo nuk ka zotëri imunitet. Nuk ka imunitet. Shikoj, të bëj një pyetje unë. Hetimet që ka Spaku në dorë, ose le të themi zyrtarët publik dhe të gjithë me radhë, përqindja që zë në totalin e hetimeve dhe në raport me të gjithë prokurorit e tjera, nuk e ka një përqindje 0.7%. Po, sa? Po pse do ta bëjmë lajmin e fundit? Po prokurorit e zakonshëm, pse do ta bëjmë lajmin e fundit? Tani. Jo, më thuaj. Tani, ne kemi prokurorin speciale. Speciale, është speciale kjo. Është speciale, është prokurori speciale, e posaçme. Okej, po speciale i themi, gjykatë e posaçme. Po mirë, më bukur e posaçme. Më bukur e posaçme. Tani për këta, të cilët akuzohen për këtë, se ne po themi, siç e tha dhe Nardi, regjia ma ka lodhe Nardi në plan, siç e tha edhe avokat Leonard Karaj, tha që shiko, unë për zyrtarët e qeverisë preferoj
burgun. Për zyrtarët, jo vetëm qeverisë, për zyrtarët. Jo qeverisë e themi. Sepse aman për popullsinë që është 99.3% e hetimeve, po tjetë me e letë mëse këta, kurse këta janë pak, si e mendon këtë di? Këtë më shpjegodi mua. 0.7% me 99%. Por edhe një kam thënë dhe do ta them vazhdimisht. Ndjekja penale nuk është drejtësi. Drejtësia është gjykata e pavarur pa anshme. Po gjykata për të dyja rastet, edhe prokuroria e posaçme, edhe prokuroria e zakonshme, kur bën ti një vepër penale, atë që thënë për çdo qytetar, se ke qytetar këtu, një numër të vogël ke zyrtarëve të lartë. Pra qytetarë në kuptimin që nuk kanë kaq shumë peshë të madhe dhe të jenë edhe zyrtarë të lartë. Por çfarë duhet thotë? Që ti te të dyja rastet i kërkon arrest në burg. Po ku shkonte zëvendës kryeministri? Ku shkonte personi që ai e ka thënë që do ta bërë drejtësi? Një diferencë midis qytetarëve që vjedhin dhe qytetarit të tjerë që shkon në burg. Ore, drejtësi nuk ma bën dot as paku, as prokuroria e zakonshme. Jo, po nuk kemë vllaz, ai tha afërmendësh, fjalët afërmendësh. Fjalia e Ramës që tha spatën ja dhash Altin Dumani dhe tani po ja merr mbrapa edhe po i thotë që nuk kemi republik prokurorësh, po jemi republik parlamentare. Çfarë është kjo? Treguesi i qartë që Rama ka ndryshuar pozicionimin e tij me drejtsinë e tij. Pse? Sepse ai e ka bërë drejtsinë. Ai e ka dhënë mesazhin. Ai nuk po ndryshon. Ai çfarë po bën? Ai po instalon atë që unë them vazhdimisht, republikën parlamentare tani, me detyrim përcaktimi, ndryshime kushtetuese, edhe kolegu thot, sepse neni 242 është preteksti zotri, se po të shkosh këtu dhe të shikosh thuash, presidenti Republikës është i mbrojtur, antar të gjykatës kushtetuese jo, ai do detyrohet të bëj këtë gjë, të bëjë ndryshime kushtetuese duke dhënë edhe duke i dhënë lojën tek pala tjetër që çdo gjë po diskutohet në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese nuk doli në vendimarrje sepse interpretonte në 103 dhe në 73 të kushtetutës dhe jo deklarimin e kompetencës së mos kompetencës. Janardi Garagim, avokat. Lutem, Oani, unë shikoj pak po e bëjmë më pak teknik këtë gjë. Më pak teknike dua në fakt. Atëherë, për mendimin tim, Rama nuk është se i djeg barku shumë për këtë çështjen e nenit 242, hajde ta ndryshoj, si ta kamufloj, hith ujë, hith miell, se si ta të mbroj veten time. Sepse Rama sot është i plot fuqishëm dhe sipas mendimit tim modest, është shumë e vështirë që dikush në SPAK apo gjek t'i ngrej një padije i Ramës, një kryeministër i cili për aq informacionin që kam ka të paktën një 6 vite që nuk firmos as edhe një gjë. Zero. Rama. 6 vite. Pa, që nga 2019 që Rama nuk firmos më as edhe një cop letër. Ti jeton në Shqipëri, ai nuk firmos, a kupton tani, edhe ai shkon edhe merr votën e qytetarëve. Edhe qytetarët nuk e dinë të vërtetën. Sepse ai e di shumë mirë se çfarë do të thotë firmë. E gjithë historia dhe prandaj mban në Belinda Ballukun aty që të kuptohemi dhe thotë domethënë që shikosëm kjo më ka dhënë mua 3 herë dorëheqjen, po unë s'ja kam pranuar. Jo 3 herë, më 33 herë le ta japin dorëheqjen. Ti zotëri nderuar, me këtë tregon domethënë që nuk je një kryeministër i një shteti që ka qasje europiane. Ti mund të jesh kokë me Lukashenkon për nga mënyra e qasjes politike që ke. Sepse në çdo vend të Europës tjetër, kur të fillonte një çështje e tillë penale, ministri do jepte dorëheqjen, do shkarkohej. Ose do jepte dorëheqjen ose do shkarkohej. Po iku kjo. Gjithë retorika e Ramës është pse nuk më keni pyetur mua përpara se të merrni një masë të tillë. Pse nuk më keni pyetur mua tek drejtësia ime? Të pyesi Ramas, domethënë pyesi SPAK-u Ramën? Mos më dëgjoni një sekond. Më dëgjoj se e bëjmë Google fase. Edi Rama ka që nga viti 2015 që thot drejtësinë e bëj unë. Drejtësinë e mbroj unë. Drejtësia është e imja. Jam unë, jam Partia Socialiste, ajo që i ka bërë gjithë këtë. E gjithë kjo retorike Edi Ramës ka ardhur edhe për një arsye, domethënë gati legjitime po thuash ti, sepse kur ai ka ardhur kryeminist në 2013 në Shqipëri, nuk e ka pasur në xhepin e tij si gjitha politikanët këtu, qoftë dhe një gjyqtar apo prokuror të Republikës së Shqipërisë. Pra, të gjithë ishin në një mënyrë apo në një tjetër të kapur nga ajo pjesa e vjetër e Partisë Socialiste ose nga ajo që i kishte qenë pushtet Partia Demokratike. Por nuk po merrem me këtë histori. Ai ka pasur në thelbin e vet që ta bënte një gjë tillë dhe unë për batuta kam thënë disa herë ty, një eksponent shumë i lartë tanishëm, po dha aso kohë e Partisë Socialiste, teksa kalonte te gjykata e apelit sot
rrugës thoshte, shikon këtë godinën këtu, kësaj kur vinë në pushtet do t'i heqim dhe tullat, jo rop mrena. Atë ashtu po ndodh. Avokat, do më japësh. Ani, ajo që po kërkon Edi Rama të bëjë sot është, pse juve tentuat që të merrni një mas pezullimi, pra të ma pezullonit juve mua, ministrën time, ku unë mund të bëj çfarë të dua me ministrat tim. Unë e emëroj ministra pa e ditur ata që a do jenë ministra apo jo. Okej. Dhe juve keni këllë që juve të spaku të vini dhe mua dhe më thoni, të më detyroni mua që të shkarkoj unë zëvendës kryeministre, këtë ministra apo të ministrë. Unë mund ta bëj këtë, po jo të ma kërkoni juve. E bëj vetë valla. Jo të më thoni juve mua se çfarë do të bëj unë. Pra egoizmi në kulm. Kjo është apologjia e një nacizisti të smur, se nacizist në vetvete, se cili nga ne mund të jetë, dalim para pasyrës dhe themi sa më pëlqen vetja. Ky është i smur valla. Kjo është jo vetëm arrogant, po kjo është dhe një njeri, domethënë që nuk arrin dot të perceptojë në trurin e tij që dikush, një institucion apo cili domethënë mund t'i thotë këtij të bësh këtë apo të bësh atë. Po kjo që thash Llima, të gjithë këtë verb që ka nisur me ndryshimin e Nenit 242 nuk e ka për Nenin. E ka se këta nuk e kanë pyetur, siç e pyetën në rastin e Arben Ahmetaj, siç e pyetën në rastin e Ilir Beqaj, siç e kanë pyetur në gjitha rastet e tjera, se po të vesh Reoandi, është hera e parë që Edi Ramës i vjen i bie një ministër teorikisht, por pa marrë lejen e Edi Ramës. Se mos kujtoni, edhe kur ishte radha e arrestimi i zotit Erion Velie, Edi Rama e ka ditur me kohë e me vakt. Po bëri gjëja sikur nuk e dinte. Tani më thuaj diçka, a mos ndoshta Rama po përpiqet, atë që thash Llima, ta analizojmë pak kështu që mos të instaloj këtë diktaturën e prokurorëve, ose Republikë e prokurorëve e lejoi. Po prit pra një sekond. Dhe tani duhet të instaloj, sepse tek diskutimi publik kur arrestua Veliaj, këtu doli media dhe këtu dolën analizat politike. Instalimi i një republike prokurorësh. A mos ndoshta Rama po përpiqet të ruaj kushtetutën? Shiko, jemi republikë parlamentare. Nuk mund të ndikojmë. Është pyetja ime kjo. Është pyetja ime kjo. Tani e devijojmë fare. Sepse analistët që i bënin lavazh Spakut sot thënë për republikë prokurorësh. Shkurtimisht Nart. Të lutem. Tani në 2017-ën këtu kemi qenë, kur pasi u miratuar reforma në drejtësi, u miratuan dhe ato 7 ligjet. Dhe Edi Rama për reklamonte ato kohë më të madhe, që pse Partia Demokratike aso kohë në opozitë dhe tani në opozitë gjithsesi, nuk vinte dhe të miratonte ato 7 ligjet. 7 ligjet për ata që si din ishin aktet nënligjore të formimit të organeve të drejtësisë. Të vijë drejtësia në lëvizje. Spaku, GKK, bla bla bla, historia të këtij tipi. Tani ti mendon domethënë që Edi Rama ose majoranca aktuale nuk e dinte se çfarë të drejtash të kompetencës po i jepesh Spakut? Po nëse ata do pranojnë këtu, do të thotë domethënë që pas kanë qenë totalisht pa aftë. Jo koleg. Ata janë totalisht pa aftë, po janë të aftë për të ketë qeverisur në mënyrë djallëzore qytetarët shqiptar. Ata janë njerëz që kanë ditur shumë mirë se çfarë të drejtash i kanë dhënë një prokurori. Po, që të komandojnë. Ata janë njerëz të cilët të paktën 900 e parë të prokurorëve që quan në SPAK kanë qenë të gjithë me firmën teorike, po flasë, të kësaj magjorance, pra ata e din shumë mirë se çfarë kanë bërë. Ata e din shumë mirë që dhe Neni 42 të ligjit për Spakun e vendosën në dieni të plot të tyre. Dhe Neni 42 ta kam shpjeguar në 21-22 ligjit posaçëm për Spakun, jetë të drejtën prokurorit të Spakut që të hetohet deri te gjykatësi që po e gjykon çështjen apo gjykatësi kushtetues. Pra jo se nuk i kanë ditur. Jo se po tani po hedhin idenë domethënë që këtu po bëhet një republikë prokurorësh. Jo më jo. Edi Ramës i intereson sot që të hapi një debat me drejtësinë, në rastin konkret me Spakun, sepse nuk ka as edhe një lloj debati tjetër në Shqipëri. Asnjë. Ai nuk mund të hapi një debat me opozitën sepse opozitën e kanë në xhep, e ka pas në xhep sot e 10 vjet. Po më thua që nuk është i shqetësuar në ardë dhe bën për lojë politike? Po për lojë politike. Po më thua që nuk është i shqetësuar kryeministri për bën për lojë politike? Edi Rama ka mbaruar punë me Shqipërinë, dhe me shqiptarët. Edi Rama ka vetëm një synim, se si të ketë një rol protagonist në një tavolinë e madhe globale, mundësisht në pozicione të qarta,
Siç është sonte për shembull, aty për te oqeani. Okej, fiksa që kërkon. Nuk ka historinë domethënë me 28000 km2. Kjo është shumë e vogël për të. Aftësia një kryeministri që mund ta bëj këtë, që arrin në këtë nivel. Aftësia. Tash un kam një pyetje. Jo, do ta bëj pyetjen kështu. Tash kam një pyetje që më duket çështje paradoksale. Shqipëria është drejt rrugëtimit në Bashkimin Evropian, intensifikuar gjëra. Bashkim Sovjetik jemi. Jo, të lutem, prit. Tani, Bashkimi Evropian mbështet SPAK-un. SPAK-u nxjerr zbuluar korrupsionin, nxjerr këto çështje që flasin Ballukun, Akshën e tjera me radhë. Tani, pse më duket paradoksale që sa më shumë zyrtar të lartë po goditen, aq më shumë afrohemi në drejt BE-s? Jo, nuk afrohemi drejt BE-s, sepse SPAK-u nuk është drejtësia, është ndjekje penale, për të shkuar në BE nuk duhen statistika. Po GKK-ja për gjykata e posaçme. Le GKK-ja sepse edhe kolegu me të drejtë se s'dua të bi dakord sepse ndonjëherë nuk bie dakord me të. Pavarësisht se në disa gjëra I thot në vjetë të përgjithshme mirë, por puna është kjo, Zoti Rama nuk e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, as statistikat e GKK-s nuk e çojnë, sepse pikërisht ne jemi në Bashkimin Sovjetik me mentalitet. Nuk jemi më, apo nuk kemi vajtur kur as në korridorin e Bashkimit Evropian, e as do të shkojmë në asnjë moment në korridor. Përfaqësuesi i Komisionit Jashtëm McAllister tha sot që thjesht mos u vet kënaqni, keni edhe punë për të bërë, po mos u vet kënaqni, tha. Zgjedhjet e Parlamentit Evropian u bën në 2023, mos gaboj. 24, 25, 26, 27, ai ikën, ky që erdhi. Po është ndetyrë. Pra, është ndetyrë. Sa herë ka ardhur këtu, po ajo italiana Mogherini ku është? Është sot pas askushi. Po ato tjerët zyrtarët europian që thoshin do vinë dhe do hapim negociatat pas 2019. I avokat sot i? I avokat sot? Po jam, po unë jam profesioni im është avokat, nuk jam politikan. Po dhe ti je në detyrë, burr, ke marrë detyrë përsipër. Unë jam avokat, nuk jam politikan. Pra, ai është politikan atje, edhe një herë, dëgjoj pak. Ai është politikan atje, ai është I përzgjedhur nëpërmjet partive politike, edhe një herë për qytetarët shqiptarë që na ndjekin. Duhet keni parasysh diçka. Grupet parlamentare në Bashkimin Evropian ke nga e majta edhe nga e djathta. Ata të cilët vinë dhe flasin në Shqipëri, që Shqipëria po ecën përpara, vinë nga krau I majt, sepse kështu është qasja, po letani ashtu mendon ti. Një pjesë e tyre vinë nga krau I majt, një pjesë tjetër vinë nga krau I djathtë. Ata kanë një kaset taksative që ne jemi pro reformave, duhet të bëhet luftë, sepse imagjinoni një zyrtar evropian të dashur qytetar që të thonë jo, të thonë bëni korrupsion, vini nga një dagë europezaj. Sot doli lajmi që intensifikohen hetimet ndaj Belinda Ballukut. Ka hyrë hetimi tek çështja e pasurisë. Të pezulloj Zotin, larg qoftë Zot. Por puna mua nuk më bën çudi. Po tani, apo tallen ata apo bëjmë vet tani? A janë vet apo tallen? Tani, sot e bërën këtë në lëvizje. Po gjithsej të kohë çka kishin bërë. Pra, urdhëro ku është mashtrimi, pse tenton të më ulësh të të fyë inteligjencën. Po të fyë inteligjencën. Po se ti tenton. Po të them që një prokurori që mbas gjithë këtyre lëvizjeve del lajmi që truri dhe duke më thonë që shiko SPAK-u punon, GKK-ja punon dhe do shkojmë në Bashkimin Evropian. Jo zotri, nuk do shkosh në Bashkimin Evropian. Ose se e thua ti? Jo, nuk e them unë. Po kush sjell për këtë analisti? Kur nuk kanë folë dy ambasadat të rëndësishme të Bashkimit Evropian, që është ambasada franceze dhe ambasada gjermane, derisa ju thoni vazhdimisht, Bashkimi Evropian, kemi delegacionet e BE-s, delegacionet delegacioni nuk është jo. Komisioni Evropian. Delegacioni është thjesht ura komunikimi midis qeverisë edhe Bashkimit Evropian, ndërsa dy vendet që kanë rol të rëndësishëm në Bashkimin Evropian dhe ata të cilët din ta studiojnë mirë Bashkimin Evropian, Gjermania dhe Franca. U bën kaq shumë kriza e financiare ekonomike, na urdhëro ku e ke? Urdhëro. Ambasador, po vajtë në SPAK aty, ku vajtë? Po do shkoj, ku do shkoj? Do vite Selia ime, do vite mua, do vite ty. Po do shkoj ai. Unë do kisha kënaqësi kisha aty. Si investim. Po mirë, bëj testi edhe të vi. Dëgjoj tani. A bëri takim ky? Të ky takimi? Më dëgjoj pak. A bëri takim ky? Pra, mesazhi është I qartë. Zotri, ne po të bëjmë sulm, nga sulmi që ti po merr, ne jemi këtu, por tani roli jon është ky. Ne vendosim për ju. Ky është ambasadori gjerman që takoi Braun dhe thot ambasadori Berner shkëmbeu mendime sot me kreun e SPAK, është para 5 ditësh. Kjo për forcimin e sundimit të ligjit. Ky është një kusht thelbësor për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Po Bundestagu janë mbështet fuqimisht politikisht dhe financiarisht. Ka folur për Bundestagun ky? Ky Gjermani ka folur? S'ka folur.
Për Bundestagun. Vdi çka ka bërë Bundestagu. E ke pa çka ka Mos thënë. na shkoan dhe Akoma nuk janë plotësuar 30 e kusur kushte nga qeveria shqiptare. Dhe Bundestagu ka thënë, nuk shkojmë drejt hapjeve të negociatave, në kuptimin thamë atëre ku vim në momentin e dur politikë, flas, sepse antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një direktiv normuese nga Bashkimi Evropian, është një vendimarrje politike, pse shtetet antare vendosin, qeverit antare të Bashkimit Evropian vendosin, një shtet thot jo, Shqipëria kërkon edhe 10 vite akoma. Lere zonjën Balluku në punën e saj, sepse spaku kujtohet me vonesë, kur i vjen atere mesazhi në kohë jo reale. Intensifikohen hetimet ndaj Ballukut ishte lajmi. Sot janë kërkuar në bankat e nivelit të dytë, janë bërë kontrolle, ndoshta mund të dërguar letër porosi, do duhet parë. Si e shikon këtë? Është diçka totalisht e pritshme, sepse përtej hetimeve që bëheshin për zonjën Balluku, si për në rastin e tunelit Llogaras dhe në rastin e Unazës madhe të Tiranës, pritej domethënë që të kishte edhe një lloj hetimi për pasurinë e saj, e cili është akoma më kompleks se sa këto rastet e tjera, sepse këta mos mendon domethënë që janë kaq të paqënës sa të mos arrin dot të fshehin le të themi të ardhurat e tyre. Kur ty të arrin të fshehë si një zyrtare thjesht, e kujton ti atë 500.000 euro që në gjetur në tubin e aspirimit, të asaj zyrtares Alda Klosi, më duket se si ka qenë, Alda Klosi. Imagjino pastaj për personazhe si zonja Balluku, e cila ka menaxhuar këto 4-5 vitet e fundit më shumë se 2 miliard euro të pasurive të shqiptarëve, parat pasurive të shqiptarëve në kryesisht në rrugë dhe në infrastrukturën energjetike. Kështu që është normale. Unë pres që spaku të avancojë në raport me zonjën Balluku, pres që pas kësaj përplasje drejtësi ekzekutiv, duke qenë se Edi Rama akoma nuk po e shkarkon zonjën Balluku, pres fort që spaku të yshtet sa më shpejt për ta mbyllur dosjen e zonjës Balluku, por me vepra penale shumë herë më të rëndësishme se sa kjo për të cilën deri tani ata kanë proklamuar. Dhe kjo pastaj do të jepte mundësi organit akuzës që kur të shkonte, të rishkonte, sepse me këtë që ka shkuar tani, unë jam katësipërisht i sigurt që kërkesa e spakut për heqjen e imuniteti do rrëzohet nga ana e zotit Rama, po them unë sepse parlamenti aty është dora në alçi, çfarë thot Rama bëhet. Por në momenti kur në qoftë se spaku të shkojë me pastrim të produkteve veprës penale, apo se këtu është elbi pyetja. Po, deprajimi rrem ose fshehje pasurisë në shumë atëherë janë gjitha vepra penale të cilën margjin e dënimit e kanë shumë të rëndësishëm, nga 7, 10, 12 deri 15 vite, pra varet nga vepra penale për të cilën të thash pak më parë, dhe në rastin konkret nëse do jemi në këto kushte, pastaj Edi Rama dhe sikur ta kishte domethënë në motrën e vet, s'do arrinte dot ta mbronte më, sepse janë vepra penale të cilat të kushtizojnë për të Okej, e kishte në stensë. E kishte në krahësisi krahasimor me metaforik. Pra janë raste të cilat domethënë e detyrojnë që të bëjë një gjë të tillë. Unë thash edhe një tjetër, uroj që spaku ta marrin seriozisht, sepse e shkuara e afërt e këtij institucioni ka treguar domethënë që këta hera herës edhe nuk po them domethënë që korruptohen, po tallen, si në rastin konkret për shembull me zonjën Majlinda Bufi, që nuk ka për të bërë asnjë ditë burg. Pra jemi të qartë fare. Apo edhe për personazhe të tjerë, domethënë të botës si qeverisjes lokale. Lokale. Kujto vetëm për analogji, them këtë dhe e mbyll këtu. Vjet ne patëm krijuar le të themi atë task force-ën parazgjedhore. E mban mend që e proklamoi i giganti Altin Dumani me proklamat të madhe, çfarë do bënte, namin do bënte Altin Dumani me atë. Nuk e arriti dot as të bënte minimumin e asaj që ka bërë Kosova. Kosova në zgjedhjet e fundit që bëri, prokuroria jo speciale e Kosovës, prokuroria normale, jurisdiksionit të normal, brenda 48 apo 72 orëve pasi i vërtetoi domethënë ndërhyrje në zgjedhjet
në Kosovë, ka arrestuar mbi 50-60 persona. Në janë arrest, i ka arrestuar për krime zgjedhore. Ajo prokuroria e Kosovës. Jo i më ky spaku jo. Tashti, ajo që po thua për ta mbyllur është që ky spaku duhet ta marrin seriozisht çështjen dhe nëse me zonjën Balluku e ka marrë seriozisht hetimin me prova dhe fakte, do duhet që ta mbyll sa më shpejt. Unë jam gjithmonë idesë. Hetimi duhet të jetë brenda afatit dhe procedurial të lejuar. Brenda 2 viteve. Nuk mund të tallen me shqiptarët më. Nuk mund të tallen si po tallen me inceneratorët. Nuk mund të tallen si po tallen me Gorigalin. Nuk mund të tallen në gjën më flagrante të mundshme fondet e IPARD-it. Ty të ka dalë përpara 3-4 muajsh Bashkimi Evropian të ka thënë Shqipëria duhet të kthejë mbrapsht 33 milionë euro për shkak të korrupsionit që ka ndodhur me fondet e IPARD-it. Olafi të erdhi në Shqipëri për ta hetuar një çështje të tillë dhe akoma spaku sot nuk del me një deklaratë dhe do thotë a ka përgjegjësi Frida Krifca apo jo. A ka përgjegjësi AZBR, drejtoresha AZBR-s apo jo. Dhe nëse s'paskan, atëherë kush e ka përgjegjësinë për faktin domethënë që fondet e IPARD-it u anulluan, u pozulluan dhe Bashkimi Evropian ne sot na kërkon 33 milionë euro mbrapsht. Këtë dua unë spaku. Rritja e taksave do paguajmë ne gropat e tyre. Gjobat që policat na vendosin do paguajmë ne korrupsionin e tyre. Është më thjesht nderuar. Tani, më rrit pak te çështja. Arsim nuk ke, infrastrukturë nuk ke, ne do t'i paguajmë. Thuaj qytetarëve, mos e bëmë pikpyetje. Ju do t'i paguani. Unë jam gjithmonë që të marr një qasje pozitiviste. Unë dua që gjëja e mirë të ndodhi, pavarësisht faktit të më thënë që kam... Po ne, mos të themi që vazhdimisht këta do shkojnë në burg, koleg. Sidomos me kohën kur në drejtim të spakut ka qenë zoti Altin Dumani. Të gjithë këta që e mbroj me istikan kohën 3 vjeçarin Altin Dumanit, po rrithem dhe nuk do lodhen duke i thënë. Ka qenë koha e ignorantit, koha e gjithçka e përveç se e asaj që konsiderohet legjitime. Po prit se kolegu thotë diçka, një sekond duhet ta çoj në linjën e tij, një sekond. Leonardo, mbajmë 5 minuta. Jo, prit një sekond. Ata të cilët dikur bënin lavazh Altin Dumanit, sot flasin kundër Altin Dumanit, kundër spakut, kundër prokurorëve. Abuzimin e atij se ka do të thonë 90% prokurorë, asnjë prokuror nuk ka atë. Po se kam. Po një ditë para se ti ku ka ishte. Ai ishte ai burri që firmoi arrestin e Ballukut. Para se ti kte e zvarriti 4 vite dosjen edhe nuk quhet guxim ky. Ky quhet mashtrim. Se do të lëviz, ju mund të bëni bisedë sa doni. Do të mbajë 2 minuta, shpjegoj dhe vazhdo. Jo, vetëm me këtë të lutem se më pëlqeu shumë kjo që sapo the. Guximin e atij. Se ka pas kush guximin e atij. O Andi. Perceptimi publik. Andi më lidhu. Ishte prokuror dhe drejtues i spakut, nuk ishte policë rrugor më burr. Nuk ishte as bari tufe. Ç'do më thon kjo? Ta shpjegoj pra. Është aty jo për të na treguar sa shpatulla gjëra ka mo. Shpatulla e tij është pena, o zotri. Proceduraliteti brenda fateve kohore të miratuara me kodin e procedurës penale të çojë dosjen në gjykat. Nuk mund të më thot mua ai zoti Altin Dumani që inceneratorët ka 7 vjet, 8 vjet aty që jetohen dhe nuk ka një vendim. Edhe shkrim intelektual. Çfarë vendimi ka marrë për teatrin? Është për shembull 2020-ën ka kaluar çdo afat ligjor o zotri. Peko Parkun, ato dy tigrat që janë në gjirin e Vlorës, apo rrugët e Florinta më zotri nderuar. Po çfarë duhet pres më nga ky Altin Dumani më? Ju të çuditni fare më. Po, se bën Altin. Un kam mendimin. Po ishe pa drejtësi fare monart për korruptuar. Po jo më çfarë pa drejtësi, më jemi vetë apo jo të lutem zotri. Dëgjoj të lutem. Un kam si qytetar një mendim negativist për politikanin Ilir Meta. Un për politikanin Ilir Meta kam një mendim shumë negativist. Po. Që mos e ngatrojnë. Por mënyra se si Altin Dumani arrestoi presidentin Ilir Meta nuk ndodh as në
Bashkimin Sovjetik, mor zotëri. Se Altin Dumani arrestuat e onar. Po, Se unë e arrestova. Po çpun ka prokuroria dhe BK-ja. ai firmosi. Ai e legitimoi se nuk e bëj dot kështu. Jo, ai e legitimoi si arrestohet një arrestim. person. Kur shkohet për të arrestuar një person, si në rastin e zotit Erion Veliaj, oficeri i policisë gjyqësore shkon me vendimin e gjykatës, ja lexon personin në fjalë dhe e shoqëron. Në qoftë se ti mendon që atë njëjtën gjë që bën me Ilir Metën e bën dhe me Ilir Beqen apo me Erion Veliaj, pastaj qoftë ti që je çfarë do të Asu nuk janë prapë arrestimi po se Altin Dumani se po që Altin Dumani vetëm Altin Dumani. E ka bër Altin Vetëm Dumani. Altin Dumani. E kupton çfarë thot? Edhe nuk e them unë që jam Ta mbrojtësi kam i thënë Metës. Zlima, ai është favori i qeverisë për të ruar Metën me procedurë. Ajo është vetëm Altin Dumani. Vetëm Altin Dumani, pra do të thot, nuk po ta thot mbrojtja e Ilir Metës, po ta thot një avokat tjetër. Jo, mos, do të stera për ta Që do të thot, ty kur ta thot një person tjetër, që mënyra e arrestimit, se si u bë, ishte një mlef personale Altin Dumanit kundër Ilir Metës dhe dosjen e tij e ka të zvarritur nga 2018 deri më sot. Në varësi ku është policia? Ku me policia? Po nuk ka lidhje, po gjëja është që e bën. Me prokuron kombëtare e tij e urdhëron Spaku oficeri i policisë gjyqësore, mos u bëj naiv. Po, merr zvar. Spaku, jo. Spaku thot. I thot Altin Dumani merr zvar. Po, edhe zvar. Kush e përgjon Altin Dumanin? Ers tjetër në studio. Kush e përgjon Altin Dumanin? Nuk e debatin kështu. Kush e përgjon Altin Dumanin? Kush ka ligjin? Kush mund ta fusi në burg Altin Dumanin? Vetëm kolekte vet. Përse për të arrestuar Ilir Metën shkuan 5 veta me kapuç? Pse? Nuk e di Mornar. Po ha do kush e mba? O Andi, mos u bësh ta tani. Dgjoj sekond sepse po flasim me ndes njerëz. Po mirë, pra e bëre me pyetje, kush i urdhëroi, po them, nuk e di. Vazhdo. Më dëgjoj pra. Përse për presidenti, se është president ajo zotëri nderuar. Po. Të pëlqen ty apo s'pëlqen është president ai? Gjithë jetën një jetë president. Po. Përse i shkuan 5 veta apo 7 veta me kapuç dhe kur ishte radha për Erion Veliaj, shkuan 2 burra si zotnia, 3 sa ishin ata, as me kapuç, as me letra në dorë, i hapën dhe derën e makinës, i thanë ulu këtu, afro këtu dhe te 313 dhe te drejtoria e policisë së Mrat. Pse është kjo? Dhe po të tregoj dhe po të arrithem dhe një herë dhe bindu për këtë dhe mos bëjmë debat koti. Ku ekzekutohet një urdhër gjykate e kërkuar si mas ndaluese nga Spaku, vendimi merret nga oficeri i policisë gjyqësore dhe është policisë gjyqësore ai që shkon dhe interpreton vendimin dhe bën pastaj arrestimin. Policia e shtetit është thjesht në ndihmës të oficerit policisë gjyqësore. Dhe në rastin e zotit Ilir Meta, po ta bëj si rast, ti nuk ishe nevojë fare që ta bëje këtë, po mjaftonje ta merrni telefon ti thoshe zotri, po paraqitur në Spak. Ditën tjetër do ishte paraqitur, po donje ja vinje prangat aty apo cili do. Pra nuk ishe nevojë ti të bënje kështu shembull, le të themi, për mënyrën se si ti arreston një ish president. Ta thash edhe një tjetër. Unë kam një mendim super negativist për Ilir Metën si person. Por kjo nuk më bën mua të verbohem, edhe këtë super negativitetin që kam unë ndaj atij personi, ta nxjerr atij, sepse unë e ndaj Nardin si qytetar dhe Nardin si avokat. Leonard Karaj, je lirë të shkosh se do ta mbajsh Zllimën edhe 10 minuta përpara se ta mbyll të pjesë të parë për të vazhduar me akshin. Falenderoj shumë, e vlerësoj. Këtë debat të premtoj do ta bëjmë këtu në studio, se nuk mos mendo se do ta lëmë kaq të debat. Të më kërkosh të bindem nëpërmjet Zoomit. Mirë? Falenderoj shumë. Natë mirë, Nard. Thjesht vetëm një parashtim të vogël lidhur me atë që tha. Me shumë të drejtë tha, arrestimi i zotit Meta është bërë në mënyrë të tillë, e para, dhe e dyta, zoti Dumani ka firmosur dhe OPG-ja nuk ka kryer detyrat e veta, sepse OPG-ja është ai organ që bën veprimin, çfarë procedurial të ndalimit dhe të arrestimit të personit. Policia mbiqyr është si puna e përmbarusit. Përmbarusi është përpara dhe policia, jo, nuk është po OPG, ishin policë të cilët ishin vendosur. Ishin policë të cilët ishin urdhëruar, nga kush ishin urdhëruar? Kush urdhëroi policët? Varësisht Altin Dumani urdhëroi. Policët. Po, normale, ta garantojmë ty. Do dali kjo gjë. Do dali. Po vlla, partnerët ndërkombëtar nuk janë ato kalame që del Edi Rama dhe vendos një dispozitë aty dhe thotë që edhe presidenti pezullohet nga neni 242. E kemi diskutuar. Le tani. Partnerët ndërkombëtar din kush shumë mirë, kush arrestohej dhe kush dha urdhrin dhe kush firmos dhe pse firmose. Zhlima, një pyetje, kush janë skenarët që Balluku mund të ikë apo mund të qëndrojnë detyrë?
Jo, Balluku nuk është në detyrë tani. Për tani nuk është. Balluku tani për tani është në detyrë, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese ende nuk është zbardhur. Unë e them me dhe vendimi ai është shpallur, jo, sepse nuk kemi diskutuar rëskaluar. Për imunitetin pritet interpretimi ta kesh parasysh. Po hyn në fuqi me bllotimin fetare zyrtare, pra nuk është votuar. Personi ka marrë dieni dhe nuk shkel dot dhe nuk është në krye detyrë zonja Balluku. Kjo është e sigurt. E sigurt kjo? Po sigurt është zonja Balluku. Nuk është. Po kur thot gjykata kushtetuese hyn në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Do të thotë që ligjërisht mund të shkojë. Votimi në fletoren zyrtare kupton gjë tjetër, ndërsa marrjen në dieni kupton gjë tjetër. Okej, tani, lëm këtë. Mirë, kësaj po i rrim kështu siç thua sepse se pastaj më thotë mos e bë teknike. Tani po do ta bëjmë teknike. Flasim edhe për shpallje, flasim edhe marrjen në dieni, edhe pastaj flasim bashkë. Domethënë me gjithë kolegët avokat tu i hyn ndonjëherë neneve që domethënë kur më bëni mua lëm që kanë filluar të kuptoj unë nga nenet. U bë gati një vit e gjysmë. Ata ligjin. Po patjetër, po. Kushtetuta është e vështirë, është e vështirë. Nuk është shumë e thjeshtë kushtetuta. Nuk e bëjmë dot nga televizioni këtë, ne le ta bëjnë qeveria me reformë, fusin të drejtën kushtetuese në shkollë siç e kemi bërë edhe ne gazetarët, të drejtën kushtetuese. Kemi pas lëmë. Tani, a mundet që në një moment Rama ta riemëroj Ballukun në një post tjetër ministror? Pasi të shprehet gjykata e lartë që është gjykata e ligjit, edhe në rast se janë normuar. Ka gjykata e lartë të shprehet? Tani duhet keni parasysh diçka. Gjykata e lartë është gjykata e ligjit. Ajo interpreton ligjin material dhe procedurale dhe shkeljet e tij kur bëhen nga organet e drejtësisë, që do thotë. Po kush do të thotë që është gjykata? Zonja Balluku derisa e ka në gjykatë të lartë, ajo mund të përdorje, pra vetë mund të bëjë një memo ose të bëjë një shtesë të rekursit të saj, dhe thotë duke qenë në faktin se gjykata kushtetuese doli me vendimarrje, bëri një interpretim të tillë dhe çfuqizoi pezullimin që më kishte bërë gjykata kushtetuese, ndërkohë që unë isha në procedurën e rekursit ndaj gjykatës së lartë, unë kërkoj që gjykata e lartë si gjykatë e ligjit të shprehet mbi veprimin e GKK-s në shkallë të parë dhe në apel, lidhur me masën edhe ndalimin për të dalë jashtë shtetit, edhe ajo tjetër për pezullim të funksionit publik. Ndërsa tek pjesa e funksionit publik, aty nuk e ka kërkuar sepse ishte gjykata kushtetuese që pezulloi GKK. Ndërsa tek gjykata e ligjit, që është gjykata e lartë, ajo duhet të kërkojë nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor që të bëjë një shtim tek rekursin. Ja shtoj, çdo shtoj është pyetja. Jo, dështoj që do të shtoj tek rekursi se unë kam qenë në kushte të një situate që ajo më është penguar për shkak se ushtrimit të detyrës, GKK-ja, jam marrë si individ, se këtu do jetë gjithë loja dhe Rama këtu do luajë lojën më të fortë. Këtë më shpjegoj, këtu është skenari pra që dua. Si individ dhe jo si funksionar. Pra, Gylseni nga avokati ka diferencë të madhe. Po patjetër. Por, për shkak se Gylseni është edhe avokat, do të thotë që ato shkon bashkë në disa fusha të caktuara. Pra, kur shkoj unë në gjykatë, shkoj si avokat, nuk shkoj si Gylsen që jam palë në proces. Po. Pra, do të thotë që ky interpretim duhet bëhet në gjykatën e lartë nga palët që të japi gjykatës lartë të kuptojë që tani duhet bësh një interpretim. Çfarë interpretimi? Që ne në 242 aktuali ose me atë që duhet të jetë ndryshuar, si lidhet me individin dhe funksionin. Dhe këtë interpretim e bën vetëm gjykata e ligjit. Unë po pres me padurim të lexoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse aty dua të kuptoj se si kanë menduar ato gjykatës kur kanë bërë interpretimin e kërkesës së kryeministrit. Sepse në rast se ata thënë dy gjëra, shiko tani sekreti. Ligjvënësi duhet pra normoj një dispozit mbrojtëse, kjo është gjë tjetër, dhe e dyta, ata mund të thënë nuk është kompetenca jonë të interpretojmë ligjin procedurial dhe material. Po është kompetencë e gjykatës së lartë, sepse me ndryshimet, këtu është gjithë loja, me ndryshimet e 2017-ën, gjykata e lartë është vetëm gjykatë e ligjit. Dhe nuk është si gjykata e shkallës së parë, që është gjykata e ligjit dhe fakte. Skenari që ka mund pyetje është kjo. Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, po themi. Unë dua mos ta japi. Ti do mos ta japi. Po, nuk e jep, sepse do kemi mundësi të vi këtu të komentoj, të them. Si ka mundësi një person që thoshte nuk do jem kurrë avokati i askujt, Partia Socialiste nuk mban përgjegjësi për asnjë, përgjegjësia është individuale jo partijake. Hajn pas shpinës time të tjerë dhe unë nuk mbaj përgjegjësi. Pra, këto kanë qenë fjalitë e tij.
për Beqajn, për Ahmetajn, për gjithë këta, nuk kanë qenë për mua. Pra do të thotë, si ka mundësi ky individ nga 2022 në 2025, kur Altini t'i dha spatën dhe Peshumir ç'a ndodhi, dhe pas 2025-s në dhjetor e mori Brau, tani pse ai thoshte ishim mirë që ishim Republikë prokurorësh 2022-2025, ndërsa tani që nuk kemi kaq shumë mundësi të tjera, sepse s'kemi këtë fusim burg më, i bie të marrim të gjithë të vjetrit të fusim burg se Shqipëria është shpopulluar pothuajse, tani duhet të kujtojmë që jemi republikë parlamentare dhe pse jo me këtë nen që të bëjmë edhe republikë presidenciale kopjo Turqin. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk mos më ndryshoti mua, do shkojmë në Bashkimin Evropian. Jo zotri, me dëshirë dua të shkojmë në Bashkimin Evropian, je në Bashkimin Sovjetik dhe do rishet edhe disa vite në Bashkimin Sovjetik derisa e ke këtë kryeministër akoma. Shumë e thjeshtë kjo gjë. Këtë duhet të kuptojnë shqiptarët. Dhe unë habitem me ata njerëz të cilët kanë votuar këtë. Do ulet me Trumpin o zotri. Po ç'a Trump do ulet tani në Lera, tani ai po shkosi. Ai profesor, atë thash edhe një herë. Profesor i Shqipërisë. Gülsen është avokat, po. Është Gülsen individ, po. Po kur bashkohen këto të dy, si shkoj unë në gjykat, sepse më kaftuar si pan, më kaftuar si pan. Kaftuar Republikën e Shqipërisë dhe Shqipëria është pal dhe Shqipëria përfaqësohet edhe nëpërmjet këtij kryeministri. Si edhe nëpërmjet. Po edhe nëpërmjet këtij vëlla, çfarë bëj? Ai është kryeministri. Ai është kryeministri. Unë kam votuar atë. Ai është kryeministri. Nga ajo se asamblea aty ka kërkuar arrestimin e të gjithë politikanëve kundërshtarët e tij politike dhe brenda Partisë Socialiste. Ta jo figura që të më para. Por edhe një po të sjaroj të lutem. Po ta mbron nga pezullimi ballonit ti thua arrestimin. Ai po ta mbron nga pezullimi. Në kontradikt me veten e tij, sepse ai thoshte drejtësia e reformuar kjo asamble ka kërkuar arrestimin e Ilir Metës, Berishës edhe të kushdo nga këta që nuk do bënte avokata atyre asnjëherë në kjo asamble. Po të marrësh. Jo, për të vetët ai për avokatin, e kishte për të vetët. Edhe për atë vetët edhe për të tjerë, mos kemë rak. Meta dhe Berisha ishin vetët. Se kanë qenë të vetët në koalicion ku e pas, edhe kur bën një reformë kështu zgjedhor bashkë, të vetë janë, kur bën paktin vet. Zhlima. Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, po supozojmë tani, cila është mundësia që Rama, edhe nëse pezullimi, sepse ngel në fuqi po themi, e riemëron në një ministri tjetër, dikaster tjetër, në po, ajo mund të emërohet pasi të normohet ligji. Në rast se me këtë ligj aktual ajo nuk mund të emërohet, se përsëri do pezullohet. Do pezullohet përsëri? Po, përsëri po nuk u normu ligji. Ndryshimi. Pra që ty në fuqi ligji i ri. Ky duhet futet në fuqi dhe pastaj sapo të futet në fuqi, ai mund ta emëroj përsëri. Mund ta emëroj. Po, mund ta. Pra ka mundësi. Nuk e ka problem. Okej, regjia, lutem kalo pak me foton e Spakut, atë foton e Spakut siç kërkon ta diskutoj edhe këtë çështje të fundit dhe ta mbyll dhe me Gülsen Zhlimën. Diskutim interesant që do bëjmë tani në fund. Tani, çfarë kërkon Spaku? Mos reago ashtu Zhlima, situatat këto janë. Më çudite. Mos u çudit. Regjia e kemi foton, duhet ta ketë kaluar montazhi. Çdo qytetar ka nxjerr Spaku sot një njoftim, thot mund të paraqes një kallëzim pranë Spak për hetimin e veprimtarive kriminale që lidhen me korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar. Kallëzimet mund të dorëzohen përmes postës në adresë tek adresa e Spakut. Tani, korrupsioni i lartë i nderuar, mundet një person të denoncojë një prokuror të Spakut dhe kryesisht të nisë hetimin ndaj prokurorit të Spakut, kush e bën? Vetë prokurori i Spakut që duhet të groposi kolegun e tij. Ndodh në këto kushte që jemi sot? Jo momentalisht. Pra, në rast se vim në këto kushte, atëherë unë do filloj të dyshoj që po funksionon ka diçka në këtë republikë. Nuk të duket Pra, kur prokurori i Spakut nuk mund të kallëzohet nga një qytetar i thjesht, se i qenë bandat pastaj, se beson këtë? Mirë, se beson këtë. Dhe konspirohet kallëzimi qytetarit? Po normale, pse ti çfarë mendon? Po ky Duman që është dëshmitar sekret, pse doli edhe nga sekret u bë dëshmitar i vërtet? Po ajo tjetra që ishte Erion Velis, po bashkëpunëtori i drejtësisë thuhet sekret. E këtë ligj mbahet sekret. Pse duhet të dilte emri i tij? Mbahet sekret? Po, nuk e di ti këtë? Nuk e di ti këtë? Edhe te ligji i posaçëm, edhe te ligji i prokurorit të përgjithshëm, emri i tij mbahet sekret. Pse duhet të dilte? Hë? Jo, më nuk po të përgjigjem. Po do dëgjoj ti. Po pse
Pse duhet të dilte që njëra nga ekonomistët e Ajolës ka kallëzuar edhe është bërë dëshmitar i drejtësisë? Pse duhet të dilte? Mos e kanë nxjerrë ndonjë avokat, nuk e di. Jo, nuk ka lidhje, më vetë prokurorit e kanë nxjerrë zotëri. Dhe kush do jetë qytetari thjesht të kallëzoj një prokuror të Spakut që bën dallaverna për hotele djathtas majtas jashtë vendit? Edhe është indikueshëm, kush do ta bëj kallëzimin këtë? Kush prokuror do të jetoj këta? E ma thuaj ti mua. Po nuk u kallëzua njëri me tjetrin, fillon të hajë njëri tjetrin. Pra, e kupton çfarë po them? Çfarë po thon ky? Unë Pra të gjithë tjetrin që kemi djallë dhe këta që kanë shejtor që bën orgjira jashtë shtetit. Dëgjoj mua këtë të fundit të them. Ke informacion për këtë? Orgjira jashtë shtetit. Ke informacion për këtë? Jo, unë ata që të cilët i përdorin do t'i nxjerrin. Se ti ta dish, ta kesh parasysh diçka. Ata që të përdorin, një ditë t'i nxjerrin. Pse? Se i përdorushëm. Dhe ti je në presion, je në kanosje. Po më bën historinë e Spakut dosje Epstein. Po më bën. Ky është njoftim i Spakut, zhgënjën prokuror që janë drejt ndarjeve. Spiun pa dosje të regjistruar Spaku me këtë njoftim? Spiun pa dosje të regjistruar bashkëpunëtor. Spaku ka mbaruar në momentin sa po është themeluar, unë këtë di. Unë po ta them me plot bindje. Spaku zotri ka dështuar. Komentoni nga mjes deri në darkë. Prandaj trembën prezullim edhe? Çfarë trembje janë këto janë thjesht. Spaku ka luajtur politik që zoti Rama të jetë viktimë sot zotri. Prençi ka bërë nder Edi Ramës që Rama të normoj këtë për veten e tij. Prençi. Kjo është dhurat e Dritan Prençit, prokurorit të Spakut. Kjo është dhurat e Altin Dumanit, që e mbajti dosjen e Ballukut nga 2021 edhe zvarriti në 2025 me shfaq konkret. Dhe ky është një mashtrim i prokurorëve të Spakut, të cilët nuk janë ban të bëjnë atë që duhet, ta ndalojnë personin që dyshojnë dhe të shkojnë t'i japin mas sigurie edhe jo të luajnë politik ashtu si luajti prokurori Prençi bashkë me Altin Dumanin duke e bërë pezullimin e kësaj zonje dhe futfare. E mori Sali Berishën, e mori të Pandeu. Sali Berishën e mori në detyrim paraqitje dhe me Belinder Balluku që dyshohet që pas ka bërë namin me miliarda, i thot, hajde detyrim paraqitje, në fund fare por kërkoj unë arrestimin tënd, kur kërkoj Saliu nuk zbatoi masën e detyrim paraqitjes dhe e futi në arrest në shtëpi. E kupton në cilën drejtësi mashtruese je. Administrata publike e kupton në cilën mashtrim publik të drejtësisë je të Edi Ramës. Kjo është drejtësia e Edi Ramës që ambasadorët, ku janë ambasadorët të flasin që politikanët duhet jenë të barabartë përpara ligjit? Ke pa në një ambasadë të dali ti? Po më letë bëj pyetje. Zero. Po ndaj po themun se ti këtë gjë nuk po kupton. Administrata publike në Shqipëri është kërkuar gjithnjë që të bëj kallëzime për veprimtari. Kallëzoj vetëm. Po një sekond. Kallëzoj vetëm dhe ta shikojmë si skenar si do duket. Se dhe policia nuk bën referime mjaftueshëm kontrolli. Po s'ka bërë me kontrolli lartë. Po kur ti e pe që ai tjetri dyshohet, nuk them që e ka bërë. Dyshohet që pas ka bashkëpunuar me një person për tenderim dhe ka qenë krye policë Tiranë, dyshohet, nuk them që është. Zhlima. Ti më thu tani mua. Po nuk më le të bëj pyetje, nuk e bëjmë dot diskutimin. Më lër të bëj pyetjen. Pyetja është kjo. Administrata akuzohet që nuk referon mjaftueshëm në prokurori. Politika po kërkon ta pengoj hetimin e Spak. Cila politikore? Rama me telashe. Kërkon dora e qytetarëve. Berisha me telashe të Spaku. Meta me telashe të Spaku. Ky tjetri se ka emrin Erion Velia atje, Beqaj atje. Të gjithë këta atje me telashe. Cila drejtësi thua ti këtë të çojmë dhe Zotin do të çojmë ta pezullojmë dhe ta arrestojmë. Vetëm këtë do bëj Altin Dumani në fund fare. Sa politikanë. Edhe njerëz, të gjithë i kenë në zyrë të Spakut zotri. Të gjithë i kenë. Të gjithë vënë valla. Edhe njerëzit e Ramës. A kanë detyrim, a kanë shpjegim ato të vënë, të vënë. Ta petë për ditë. Pra e ti e mendon këtë gjë sepse është mlefi popullor që kërkon këtë gjë. Po nuk e dini faturat popullore, shiko Begeti. Shiko Begeti, kur të vinë faturat. Pa ishte vendim politik o Zhlima tani se kërkon që do t'i vinë këti kombi. Nga kjo godin, nga kjo godin që është godina më e keqe në aspektin procedurial. Vetëm mos ta vuani dhe vetëm mos të futeni atit ajo godina. Pa ajo godin është godina që i ka bërë këtit kombi gropën. Dhe po ta them, jo tani, po pasa. Më thuaj mua, kush është interesi im? Më dëgjoj pak. Kush është interesi im që po flas kundër kësaj godine këtu? Nuk e di Zhlima.
Nuk e di, është perceptiv ndoshta ke qytetar. Kur kam dalë te ty, isha avokati Ilir Metës unë? Nuk e qenë, ke pas një perceptiv. Kam qenë apo nuk kam qenë? Kundër ke qenë, kundër ke qenë. Kam qenë kundër kësaj po. Që fillimet e tua? Unë nuk duhet të ndryshoj sa të thojë që kjo Godin pas ka bërë punën e mirë. Dgjoj, ti nuk e ndryshoj dot, pastaj sepse Po një sekond, po pse lavazhierët që nga mjes deri në darkë bën lavazh spakut dhe sot dalën në televizion të caktuara dhe shajnë spakun? E shajnë. Ore, ndërsa unë e kritikoj dhe them. Se është pa mëkat. Ta do t'i bëjnë gropën ekonomike të këtij vendit dhe i ke këtu autorët e vërtet. Ai djali që vrau atë gjyqtari është pikërisht nga kjo dora këtu. Pse nga kjo dora këtu? Po, se kjo dora këtu. Ai tjetri që kishte borxh, ai Altin Tuma nuk e priti dhe ai vrau vetëm te dera aty. Ai e bëri. Se nuk e priti qytetarin në zyrë. Politikanët edhe një që kanë vjedhur Shqipërinë, o zotri, do duhet përballën apo jo me drejtësinë. Do duhet përballën me apo jo. Gjë më të rëndë po ta them me vedije po ta them, prandaj po i bi tavolinës. Me vedije po ta them. Atëre. E po them, kjo Godin po i bën gropën shqiptarëve sepse nuk pati guximin të prisë qytetarin që vjeshin djersën, shtëpinë, familjen. Ky ishte që se priti edhe ai vrau vetën. Mbajti përgjegjësi dikush. Zero. Zhlima. Kjo është Godina që këtë komb do ta çoj 500 vite mbrapa edhe ka çu 500 vite mbrapa. Ta garantojmë. Ta Amerikan ku ka Amerikan më. Yuri Kim, ai ishte Yuri Kim. Ku është sot Yuri Kim? Ku është Yuri Kim sot? Mandati, iku të tjerë. Iku, tali papanicën e popullit shqiptar. Ka të tjerë. Edhe një herë tani papanicën e popullit shqiptar. Me mandat. Prandaj po ju them, edhe një herë po ju them, dhe kjo është e vërteta dhe po e them qytetarëve shqiptar. Kjo Godin nuk priti një qytetar dhe e vrau. Quhet vrasje. Nuk kupton çfarë po them. Kjo quhet vrasje. Jo vetë vrasje që bëri ai qytetari atje. Po flasim për rastin mikrokreditive. Okej? Po. Në rregull, dgjoj. Thash një herë, pa mëkate kjo histori nuk është. Edhe një herë po të them, ai qytetari vrau veten. Ai nuk e priti te zyra. Mos them çfarë priti. Zhlima. Mirë, le të komentoj dhe të analizoj se çfarë doj qefi kush doj. Po kjo Godin po i bë gropën popullit shqiptar. Nuk merret me krimin organizuar. Po ta kërkon më burr. Qa po të kërkon? Zero të kërkon. Zero. Kush jetoj atë dosje? Zero. Spaku po të merret me krimin organizuar dhe paralelisht korrupsionin, do i bëjnë nder këtij vendit. Duke bërë si ku po merret me korrupsione, zero nder këtij vendit. Ta garantoj unë ty këtë. Krimi organizuar është një kërkesë e Shteteve të Bashkuara. Nuk janë ban. Asnjë nga 20 shejtorë aty brenda nuk janë ban. Ta garantoj. Me dosjet e SkyCC futa unë dhe ti. Asgjë kanë fut statistika dhe pat si kanë dalë vendet e tjera kanë thonë këto janë statistika. Kjo Godin do përdoj vrasje, kjo Godin po kryon atë që unë them vazhdimisht vrasjen e buxhetit të shtetit, si vrasja atij qytetari që vetë vrau veten sepse kryeprokurori nuk e priste. Se arreston policia, kjo është e vërteta. Kjo është Godina që do të çojë këtë vend drejt një dështimi total financiar.